Dona, tu zemër ke për të pas shumë kujdes. Po. Sot data? Datën e kam humbur fare. 14. Ja. 13 ishim dje. Jo, 15 se ka ditëlindjen Klodi. O, bo. 15 se ka ditëlindjen. Dhe ta isha të vajnë tani se i bjen pikat e shiu. Po, fillon e... E ishte aty e mbrëm. Po si ka mundësi? Mos është mbuluar me ndonjë gjë. Me siguri. Hajde. Hajde deri këtu. Sa me urirë zgjuar. Hajde këtu. S'ke gjë aty. Jo. Do digjesh, o Storm. DJ sonte vetëm për rini. Kallim. Mua mami ma ka gjetë burrin në doktor. Mua mami ma ka gjetë burrin në doktor. Që të doje ta kishe partnerin? Stormi. Do me thënë në fushën e artit, Deri vonë kam thënë jo në fushën e artit, se i kam qef me kollare, me këmisha, me... Po, zyrtar. Po, zyrtar. Ama më ka arrestis në shoqëritë përbashkët që kam taku dikë, aktor, që më ka bë me ndru mendim. Edhe do kisha dasht. Është edhe ajo ideja që... Iko shpirt, iko dritë, se edhe dikush për mu më thot nuk e du modele, po jetë reale unë s'kam lidhje me... Nuk rritu bë modele në 24 orë, është bëjmë ai punë stereotipi. edhe maron loja, filmi, se s'kam me ne gjithë ditën unë. Edhe gjuna me gjyku nga profesioni, gjithë njerëzit. Se me ta me profesioni është 1 orë, një punë që e bën, jeta tjetë është këtë gjë tjetër. Po, do kisha dasht në artë me thonë drejten, tashi po. Se besoj që kuptona më mirë për punën. Se dikush tjetër s'të kupton. Jo gjeri me të vonë, jo se me sa, se mu për shumë qëllon në shooting me qenë me sa. Falenderit, jo. Jo. Me gjeri me një videograf, një fotograf, një stilist, një kuti unë t'jesh me 5 burra deri në 2 natës. Nuk është se kuptojnë këtë, po du të me kuptu që njeriu kur nuk e ka, se ndoshta edhe e qënë një profesion shumë të pastër, edhe nëse njeriu don me bë gafën, e gjen vendin me bë. Nuk është se unë mra rasti tani me punu me njerëz, edhe dol shohem. Pikërisht. Se nuk është, i kemi pa 2-3 gjona. Duhet dikush që ta kupton botën, po. Ta mirë kupton atë pjesë, që do e pare punës njerëzit të kesh sukses. Po, që nuk do me ta si thot visi me ta ndalë vrullin. Mos të mendojnë që ti tani po e bën. E po merr krah edhe talentin. Dhe shumë burra intimidohen nga gratë që punojnë. Se e din për shumë që, po këta janë burra që vdesin për këto këngëtare, modele, kështu, që i kanë qef, edhe mendojnë se ata i shohin ato personazhe si i shohin, edhe nëse kanë një partner e tillë, i vet ajo që e din se si burrat e tjerë shohin atë. Se i shohin vetë si... Edhe vetëm ata, legena, bëjnë këtë lloj diferencimi. Se janë vetë djeg, edhe mendojnë që gjithë njerëzit tash Po ka dhe vetë goca që stimulojnë këtë pjesën këtu. Ka? Shumë. Goca që e stimulojnë në sensin që ja, kjo merret me këtë gjë. Po sa dush. Unë jam shumë, e di unë. Madje janë vetë gocat që e stimulojnë këtë pjesë më shumë, mendoj se sa. Edhe një ndër arsyet që kam hyrë. Meshkujt. Ka qenë vetëm me ja heq, se e di që nuk e kam. Nuk e kam, apo nuk. Mos me pas atë mendim, se i fusin krejt me i thes. E me tamam ka shumë goca që e kam gjuar, po unë jam filan, jam më trajtua i mu këshu, unë jam je kush je në një kaq orar. Jeta është gjë tjetër me profesionin, pavarësisht se pa njëra tjetër nuk shkojnë, unë i ndaj edhe jam shumë e lumtur që i ndaj, ta kam thënë. Po. As nuk shoqënohem me njerëz të fushës time, nuk kam unë shoqet ngushta modele. Ose... është më vështirë të kesh. S'kam, se s'met muhabeti, nuk kam qa. Do filloj ajo...
xhelozit, inatet, konkurenca, ti kur ulesh për kafe s'do të bisedosh më. Edhe Shumë unë pak kam kam. të vështirë ajo. Kam kontakte, po nuk i kam me qa hall. Po. Po, pra, po. Po edhe kur jam fut në këtë botë, e kam kuptu se pse janë këto paragjykime. Të gjë edhe jashtë ka do me thënë paragjykime të tilla. Sërse s'ka, ama janë më të kujdesshëm se ku e shprehin Po. mendimin. Për shembull, modele në Milano, si plas njeriu që ti e ke punë. Po. No one cares. Ik puno aty e mos na qa kokën, me nejt aty, bëj këtë, nuk i intereson njeriu. Kurse këtu e kanë status, nuk e kanë punë. Shumica, se ka dhe goca fantastike. Shumica e kanë, sa me vendos aty, har burmo, na, gërdite, gjithu vesh me hongër. Dreq. Ki ka ne? Po shko te Adi të të ushqej. Kutuk. Si ka dhënë ai sot, veç se në Iko, Stormo! S'më thaj një që isha në gjendje kështë skandaloze. Ik Stormi! Kisha flokët. Jo, me. Edhe këtu e kanë me vendos në bio të Instagramit, fashion model. I hap Instagramin, s'ka bën një punë, një fustan. Me di? Edhe më vjeni natë televizionet. Ola, ke përmërë me fashion model? Po me, kam punu vazhdimisht. Kur e vendosim shumë. Oj, Wow. Majshela. Edhe më acarojnë televizionet, se i ftojnë në për studio, modele, ose modeli e njohur, që kishe dalë ca lajme, që shkojnë në për burgje, modeli e njohur. Where Where is e njohur? Në cilë? Po pëjti herë, vlla, se njeriu du të me bo diçka me meritu një titull. E po, është bërë trend. Modele po quhen të gjithë sot. Ja. E po ky është problemi në ditët e sotshme që ka Prezantimi që i bën në për studio, kur i shoh aty modele. Unë e di çka kam inat në për intervista për shembull kur bëj, që më duket sikur o Storm. Qa po hati? Shëllir. Ky po vdes, ë? Po ai O specialisti. Adi! O Blerin! Jo. Wow, kjo është fullur, mendova se ishte mbaruar. More Stormi. Po hisha pra sa i gjithsesi mos ta lëpinte. Foli një qik Adi ta ushqej Stormin, se s'ka ngrën hiç. Adi të foli ta ushqej Stormi, Stormin, se s'ka ngrën hiç. Ja, kur s'ja vesha një bëllëm, ti kujte e Stormit? Amor Storm. Hidhe. Hidhe poshta një të. Po thjesht hiqe kur e shikon sa i lëpin. Mu duk si kur ishte ajo boshi, edhe thash ky po ha shëllirën. Amor Storm. He? Kujdes. Po qa ti qisim ne, po ti edhi ushqim qeni aty. Po? Ikse, pasha zot. Ika ne, Pritë vitë ikte të Adi. bëjshu frym. Ikte Adi. Ja. Oa. Jela zdru. Ikte familjarët e tuj. Edhe kur marrin për shembull në intervista, Ikse, pasha zotin. edhe s'marrin informacion që duhet aq sa duhet, Kë keftu, se din këftojnë vetëm. nuk din këftojnë. Po ja u japin shablon. Si? Pul, jo. Rafsh. Nuk din, jo, s'marrin informacion. Ftojnë aty sa me mush panelin, ose sa me plotsu orën që e kanë me detyrim. Po dhe me mua e kanë bërë, e mbaj mend në periudhën pas Covidit. Kurse fut turinin e herë taj vaj në zet, fute e qika ty taj te gani, fute, a? O Storm, Jo, jo, le. shpirt. Digju herë. Se kështu na boshin fëmine, e lushin gishtat me spec, mus me jongër ma. Ajde ri këtu, ajde u luk. Qa do t'i bëj një ditë, hajtë rri, vazhdo kështu, të tregoj unë ty, ti mbush gjitha pjatat me djegse ti hashtit, knaqër. S'ka ngrën një vogli edhe ka fjet gjumë, është gjuar i uritur, po Adi s'po i hedh. E s'dit ç'të bëj tani ky.
më kanë ftuar mua në periudhën e Covidit, që s'ka pas dhe shumë njerëz, edhe më kanë ndodhur në 2 vende që më kanë ftuar. Dhe kanë dash normalisht njerëz që edhe duan ta bëjnë me Zoom, se unë kam qenë larg, edhe as kishin marrë asnjë informacion. Është këngëtare, kaq. Se ku jeton, a dinin ku jetoja, kaq që asgjë tjetër. Edhe pyetja që unë e kam mortje është, a dëshiron ti të ndjekësh hapat e atyre që janë në Angli? Po. Pyetja më e lodhshme që duket që ti as ke bërë hulumtim, as si e fut, se unë s'po them tani që... Ja do përgjigjesh, qa do nxjerrësh nga jo pyetje, se Po mirë. qa do nxjerrësh? Kush Për është qa qëllimi? mëftove? Po. Çikit mi ka thënë Monza, çikit një këto emisione pa i zotin. Mu që më ka ardhë keq fare, kanë qenë 2 raste. E para ka qenë të një intervistë ku isha të Europiani, edhe më pyet gjatë gjithë intervistës, ka qenë isha të marrë me futbollin, po ha futbollistat kanë folet, dhe mi pëthem po normal që do flasin se e shofin e... Titulli i gjithë intervistës, 20 minuta intervistë, po më kanë ngacmuar flet modelja. Si ishte? Po më kanë ngacmuar. Edhe mua ma kanë bërë. Ku e ka hap mami në YouTube me e pa, që ishte super intervistë, që unë aty kisha folë për familjen, për dëshirat, për rrugtimin, edhe ti ma nxjerr mua me atë titull, e para kjo, e dyta, ftojnë mua në një panel me folë për dashurinë. Pranova, hajde, thash po shkoj. Pse jo? Ka që i kisha marrëdhëniet e mia me televizionin aty, se kisha punu. Ishin 4 veta, më kishin ftu se atë gocën modele, materialiste, që nuk e din qa është dashuria. E vazhdojnë në flasë që, jo, unë festoj një qershorin, së festoj 14 shkull e këshu. Po, me ndoni që po ndikon materializmi, këthet mua, jo, i thëmë unë ka vlerë. Po, 500 trëndafila në Instagram, ti i ke postu ma bënu. Edhe e kishin të zgjedh, fix pra, unë nuk preva. Edhe i thash që më mirë, më vlerë ka ndoshta një trëndafil nga dikush që dua, se 500 nga dikush që nuk e dua. Po ti më fton mua në panel, edhe i thoshte asaj tjetrës, i thoshte asaj të ftuarës, i thoshte, po që të bëje ti nëse djali do të thoshte, mama, unë e dua Olën, po Ola do 500 trëndafila. Provokim ky, të ftuar që ishte zonjë mrekullueshme dhe i tha, do i thoja, o mami, qa ka merri, vetëm jepja se i meriton, që unë ato e falenderoj. Se po ti ishte nej tjetër, do kishte thënë nej. Po pse me mvut në atë Edhe sa gjë e keqe kur të shikojnë vajzë të re. Po, materialiste që unë nuk marrë erë, unë vetëm sill trëndafila, çanta, lule, budalliqe dhe hajde se e kapen, po iko vllasës më bën mu këto skemë. Mua ma kanë bërë të një kam. Ja, prita japon. Afroma Ola. Ne është e përdorme. Po merja do letra dhe afro. Ta se i rristormi që të... E në shpirt. Ma jep. Edhe mu nofka me fut në televizion pa i pas, nuk mi bën dot. Edhe ma bët e vetë prezentu se do më flasësh më pas të intervista, I was like, Po. Well, mirë që e dike.